Seanca plenare në Kuvend u shoqërua me tensione dhe përplasje të forta mes mazhorancës dhe opozitës. Debati më i ashpër u zhvillua mes kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla dhe kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha. Balla, duke i quajtur Berishën pelikani i fundit, deklaroi se ai nuk mund të flasë në emër të protestuesve, duke kujtuar edhe qëndrimet e mëparshme të tij ndaj protestës. I fundit në këtë sallë që mund të flasë në emër të protestuesve është ky pelikani këtu. I fundit. Lutem zoti Balla. Dakor. Dhe nëse do të zbatosh, unë të sfidoj, Sali Berisha, unë të sfidoj. Sot pas dite shkon protest. Shkon dot protest. Provoje po ta mbajti. Në replik, Berisha u shpreh se protesta është një ndër më të mëdhat që ka njohur vendi dhe ftoi demokratët të marrin pjesë masivisht. Ai theksoi se nuk do tërhiqet nga mbështetja për kauzën e protestuesve dhe se sipas tij asnjë presion apo sulm politik nuk do ta largojë nga parimet që mbron. E garantoj çdo shqiptar se ajo është protesta më madhështore që ka njohur Shqipëria dhe se demokratët janë të ftuar të marrin pjesë masive në këtë protest dhe se kur klith ma thirrje të opozicës apo grupusklave të George Sorosit nuk mund të më impresionojnë mua dhe nuk mundet kur të më devjojnë të mbroj kauzat që besoj. Ndaj dhe unë do të mbroj gjë në fund kauzën e asaj proteste. Kuvendi sotëm ka zhvilluar punimet mes ndërprerjeve dhe toneve të larta, duke reflektuar klimën e tensionuar politike në Kuvend.